Ka mes nesh që nuk e gjykojnë kështu. Ka mes nesh që gjykojnë se kjo e arriti qëllimin. Po unë ju them se ku mbaron durimi duhet filloj vetë kafshim. Njerëzit nuk duhet ta lëshojnë. Nuk ka asnjë institucion që të dëgjojë fjalët tona. Nuk ka asnjë institucion që të respektojë dinjitetin e këtij populli, që nuk po kërkon që tjetër përveç se të dëgjojë. Nuk po kërkon asnjë gjë tjetër përveç se të përfillet dinjiteti dhe ndjenjat e tij dhe kërkesat që janë më se legjitime. E çfarë marrim për posën tyre? Marrim ato përgjigje që tregojnë se ky regjim po i arrin fundit. Marrim ato përgjigje të cilat nuk e lënë të njeri të shohë dritën e diellit, po përkundrazi duan ta përdosin, ta fundosin, që ai të mos ndihet, që ai të mos ketë guximi. Dhe dhuna është një nga këta mekanizme. Po mos u mërzisni. Ka nga ata që bëhen me të fortë. Ka nga ata që mendojnë se është më kollaj kështu. Po mos harroni që legitimiteti i këtij të forti vjen për shkak të djersës dhe gjakut që kanë nderdhur shqiptarë. Dhe ne e kemi në dorë ta heqim këtë ujitje për atë pimë të keqe. Ne e kemi në dorë që të qëndrojmë këtu dhe të mos e lejojmë asnjë lloj situate të përdoset në te akoma. Nuk është vetëm për ne, është për ardhmërinë tonë. Ne duhet kemi dignitet të shkelim çdo pllëmb metri katror të këtij vendi që e ka bekuar Zoti. E këtë vend përpos se ta gëzojnë shqiptarët, nuk kap se t'i jepet copa. Duke cënuar edhe sigurinë kombëtare, po doni. Ajo cënohet në çdo ditë, në çdo qelizë. Në ditët që duhet shkojmë për të paguar taksat, në ditët që duam të gjejmë drejtësinë në dyert e gjykatës, në ditët që duhet të gjejmë drejtësinë për të marrë shërbimin e merituar nëpër spital. E sigurisht, të gjitha këto janë thënë e stërthënë, po nuk mund të mposhen. Për sa kohë ato jo vetëm nuk dëgjojnë, po vazhdojnë të përdosen pa pikën e turpit ditën e mas ditës. Këtu me sa duket, Zoti kryeministër nuk ngopet pa ngullur thikën pas. Mos harroj një gjë. Ku ka rrjedhur do pikoj, e ky kom do mbijetoj. Ka mposhtur situata më të forta se kaq. Ju nuk doni të dëgjoni popullin tuaj. Ju duket se jeni pak, rini si skiftera në përqiell të numëroni se sa mbetën. Këtu do ketë ditë e natë njerëz që nuk do mposhten derisa të arrin përmbushjen e kërkesave të tyre. Rrof Shqipëria, rrof ajo për shqiptarët e lirë. Një fjalë të fundit. Atyre nënave me fëmijë dua t'i përulem edhe t'i falenderoj sa të kem jetën. Ato po u mëkojnë atyre lirinë. Ato po u mëkojnë atyre dinjitetin. Dhe është i vetmi ky dinjitet që nuk është poshtur në përshekuj për shqiptarët. Rrof Shqipëria e lirë. Përshëndetje. Më bëhet zemra mal që shikoj shumë nga mosha e tretë këtu, që ta marri vesh zullumqari që mosha e tretë që i ka dhënë votën, që thot kam 800.000 vota, por ato vota dhe shumë nga ata që e kanë votuar në këtë protest kanë qenë të pranisë që janë kundra zullumqarit, kundra kryeministrit, që ai kryeministri një vendi vetëm nuk është, sepse që të mburet me 800.000 vota dhe të hashoj gjithë popullin e tjerë, ai është një zullumqar, nuk është një kryeministër që të qeveris vendin, të qeveris popullin, se ka 12 vjet në bashki dhe 13 vjet në qeveri, dhe ne ujin e kemi me pikatore akoma në për taraca tona.